Kë është PDK, kë është vendosje, bënja këti kështu, kjo është e tmerrshme. Cilat mendoni se do t'jenë partitë të cilat do të arrijnë një koalicion për të formuar qeverinë? Sepse sipas rezultateve, asnjëra prej partive nuk mund ta bëjë qeverinë e vetme. Unë mendoj, është mendimi jam, Sigurisht. ai që ka fituar votat më shumtë, ai duhet ta bëjë qeverinë. Mendoj se ata po thonë na nuk pi thirrën, po ata do të më thirrë. Për me thirrë dikon, do të me thirrë Lirën Demokratike të Kosovës. E dytë, Lira Demokratike e Kosovës i ka 20 deputet, në sa di unë, edhe praktikisht mbyllet porta e çdo manipulimi tjetër rreth qeverisë, rreth edhe bëhet një qeveri solide. LDK-ja ka kuadra, vetëvetosja ka, edhe ata, vetëm ata duhet të merren. Pra do të ishte skenari më i mirë sipas jush. Kjo është më i miri. Megjithatë ka një insistim të LDK-s, të kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku se nëse bën koalicion e do domosdoshmërisht edhe postin e kryeministrit. Unë mendoj se edhe ka pasur edhe deklarime që nuk do të bëjnë koalicione me vetvendosjen. A mendoni se kjo do të zbehet përgjatë rrugës? Unë mendoj që duhet pushoj kjo lufta dhe kërkesa për karrik. Po duhet të funksionoj forcimi i shtetit. Nuk duhet të shtrojmë kushte, por qofse është e nevojshme edhe ajo të bëhet, por mos me qenë shkak për mos formimin e qeverisë të fuqishme, duke eliminuar listën serbe. Raste kur është zgjedh, tash nuk dua emrat të përmendem që janë në pensione, që nuk kanë shëndet mirë e tjera, por kur është zgjedh kryetari i Kuvendit të Kosovës, zëdhënësi i qeverisë serbe ka qenë shumë i kënaqur, sepse me zgjedhjen e tij atëherë do të forcohet politikisht lista serbe dhe elementi serb do të jetë shumë i fuqishëm në Parlamentin e Kosovës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që elementi serb nuk duhet të diktoj, as nuk duhet të shantazhoj vendimet e Parlamentit të Kosovës. Absolutisht. Dhe këto e mbështes cila do parti që ka këtë mendim, unë për mendimin tem është në rrugë të drejtë politike. Nëse veç bën koalicion vetëvendosje me partinë opozitare, në këtë rast me LDK-n,